të kemi nisë luftën me një qëllim. Ja do të fitojmë, ja do të zhdukemi. Prandaj kemi fitu. Por një apeli imi ju falenderoj gjithve që një orë më vizitu. E falenderoj Allahin Gjeneshon e hu, që ma pruni, jetova, t'i shoh, ata shokët e mi cilë të në orë këtu, e këtu kem bashkjetu bashkë në fillim e të marim të luftës. Ju falenderoj gjithve, po edhe një apel e kom për krysien atje që janë. Ju kisha lutë, o sot o kur, këthene kryt ka popli, se popli shkun, shka dhe të thonë na plesht, nëse rinia jonë shkoj për jashtë. Nëse nuk kryohen kushtet tu, me orë me punu, me ndërtu vendin e vetë. E si qkoj të rritë për jashtë a kretë, plesht nuk kanë jetë gjatë, na shka jemi sot, ta saj kohë i kem 70, 80 vjetë, 60 vjetë, prandaj na kur të shkojnë, këtu dhe tjetë me një thotë, këthene kryt ka popli, amon atje në krye, bolë për veti që 20 vjetë, bolë brenginu na herë, bolë, le ta di bota që kanë udhesa për poplin. Ninu na herë se popli është mbi të gjitha, nëse s'ka popull, s'ka shtet. Shtet pa popull nuk vynë, se dhe ata që janë krye, edhe ata e kanë një ditë funi. Po duhet punojnë për popull, e popli si ta shohin që po punojnë shteti për popull, atëherë dhe ata shka janë jashtë, duhet mja bon kushtin që këtu më këthy me punu. Për nyshe, juve ju falenderoj që tu si jeni, aty në shola duhet të jakëtën falenderim e jetë gjotë për gjithë.